Në seancën e zhvilluar në gjykatën e posaçme, dëshmitari dhe pajtuesi i gjaqeve Beqir Boja deklaroi se familja Raja është betuar në Kur'an se nuk ka pasur asnjë lidhje me vrasjen e shoferit Andi Maloku, i cili humbi jetën në atentatin ndaj ish-prokurorit Arjan Doja në vitin 2019. Ai tha se kishte negociuar për pajtim mes familjeve, pasi babai Redian Rajës i kishte kërkuar një marrëveshje me familjen Maloku. Boja shtoi se babai Andi Maloku nuk kishte dhënë familjes Raja një afat prej 3 muajsh për të mos marrë hak, duke pritur që drejtësia të vepronte. Gjatë kësaj periudhe, sipas dëshmisë, familja Maloku kishte dhënë garanci se nuk do të hakmerej, ndërsa pala tjetër priste për një zgjidhje ligjore dhe paqësore. Gjykata e posaçme apelit kundër korrupsionit dhe krimit organizuar ka dhënë dënimin me burgim të përjetshëm për Redian Rajën, ndërsa procesi ndaj Plaren Dervishajt dhe Julian Meçes vazhdon veçmas. Ndërkaq dënimi prej 35 vitesh burg është konfirmuar për bashkëpunëtorin e Rajës, Arjol Halilajn.